mundohesh me gjuhën tënde me thonë La ilaha illallah, ama gjuha nuk thot. Të tradhton gjuha në momentet ma kritike. Të tradhton gjuha në momentet ma të nevojshme, ma shumë ti një jetë, kur ke nevoj gjuha jote me fol, trashet gjuha, blokohet gjuha. Muhamedi alayhi salatu wassalam vëllezër nderuar na ka porosit. Çfarë thot? Ashtu si e keni jetën, ashtu e keni dhe vdekjen. Ashtu si e keni vdekjen, ashtu e keni dhe ringjalljen. Prandaj vëllezër nderuar, në momentet e vdekjes, në çastet e vdekjes, familja e thirr ambulancën me të dhanë një injeksion, me të dhanë një infuzion, mundon me të ndihmë, po nuk bën punë as infuzioni, as injeksioni. Je i shtrin në shtratin e vdekjes. Familja janë mbledhur afër atij, qajnë të gjithë. Qajnë për kë, qajnë për ti. Vëllezër nderuar, familja janë rrethu. Ti mundohesh me gjuhën tënde me thonë La ilaha illallah, ama gjuha nuk thot. Vallahi nuk ka moment ma kritik o vëllezër. Prej pasojeve të gjunave, mëkateve, të tradhton gjuha në momentin ma kritik, ma të nevojshëm. S'mundesh me thonë La ilaha illallah. Thuja gjibaba, thuj be La ilaha illallah. S'mundet me lëviz gjuha. Pse? Sepse gjuha jeme është mësu veç me shpuf. Gjuha jeme është mësu me kibet. Gjuha jeme është mësu me thashetheme, me sharje, me nënçmim, me ofendime. E si pasoj e kësaj vëllezër nderuar, në momentin më të nevojshëm, të tradhton gjuha. Pasoj e gjunave.